Por si është e mundur që një kamion i pa përdorur asnjëherë të jetë tek automekaniku për shkak të problemeve, për këtë shala, përgjegjësia ka hedhur të tjerëve. Zotri Shala, kur unë kam qenë, po patjetër, kur kam qenë të punëtor të juj, kamioni me targa KK 142 më kanë thonë që është te automekaniku. A mundesh me më tregu qysh një kamion i cili nuk ka punu për një vit, siç është ai me targa 142, thuhet prej punëtorëve që është te automekaniku për shkak që është prish. Unë nuk e di targat 142, 145, 146, këto që i bani ju i shpikniu nuk e di unë, për ta them shumë sinqerisht, bazohem në dosjen e ju të tenderit dhe dokumentet që ju i keni dërguar. Mirë, po tani përsëris edhe një herë. Unë jam kryeshef ekzekutiv. Në momentin kur vin kamionat, mbajem me misto edhe që e të regjistru, publikoj kështu që po ta them unë. Unë jam drejtor ekzekutiv, kryeshef ekzekutiv për ndryshe. Kërkesat që vinë për njësit, nga njësit do të një statue. Do të me marrë me ble. Pjesa